إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه صدق الله العظيم Allahu në falenderojmë, prej tij ndihmë dhe shpëtim kërkojmë, vetëm atë e adhurojmë. Salatat dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij dhe shokëve të tij të ndershëm. Vëllezër të nderuar, shpesh herë prej pyetjeve që na paraqiten neve janë disa pyetje që lidhen me emrat. Janë pyetje se filan emri farë kuptimi ka, apo që ki emër prej ku vjen. Edhe kjo është mëse e natyrshme, pasi që Allahu prej kur e ka kriju Ademin a.s. Gjanë e parë që ja mësoj janë emrat e gjërave, ku Allahu po thot në Kur'an وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dhe ja mësoi Ademit emrat të gjitha, e më pas ja tregoi ato me laçeve dhe ju tha më tregoni për emrat e këtyre gjërave nëse jeni të sinqert. Emrat janë fillimi i dijes, janë fillimi i njohurisë. Gjithmonë kur ne dëshirojmë të dimë diçka apo të marrim një dije të re, padyshim se duhet me fillu prej tek emri. Fillimisht ja mësojmë emrin, edhe prej emrit e ndërtojmë dijen mbi diçka që e kemi. Dhe mu për këtë arsye edhe me laçet kur ju përgjigjen Allahut e çujtën këtë dije, ku than qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. I patëmejta je ti, ne nuk kemi dije veç asaj që na mëson, ti me të vërtetë je i dituri dhe i urti. Edhe mu për këtë emrat më të bukur janë ato emrat që kanë kuptim. Ato emrat që aludojnë në vete veçori. E shembulli më i lartë i takon Allahu subhanahu wa taala, ku emrat e Allahut janë më të veçantë dhe më të bukurit, pasi që në to ngërthejnë veçori. Dhe dietarët e shpjegojnë vazhdimisht edhe thonë se emrat e Allahut janë më të bukurit për arsye se në çdo emër të Allahut e gjejnë një veçori. Edhe mu për këtë në Islam vazhdimisht u kushtohet të rëndësi që pas fjalëve të ketë kuptim, pas fjalëve të ketë vepër. Dhe i gjithë besimi jon është i ndërtuar mbi bindje edhe vepër. Edhe pas çdo emri të ketë një kuptim të mirë. Por ajo që dua ta shtjelloj është kuptimi i një emri që sa është i përvetshëm, sa është i përgjithshëm, edhe na mbulon neve krejtve këtu që është një emër i cili emër na ka mbledh këtu. Ai emër është emri që Allahu na quajti me të, ku tha millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum. Jeni popull i babait tuaj Ibrahimit. Ai ju quajti, do më thonë Allahu ju quajti musliman prej më herët, po edhe në këtë libër, që të jetë pejgamberi dëshmitar ndaj juve. Padyshim se për ta ditë kuptimin e këtij emrit dhe çka kërkohet nga ne që më të vërtetë ta aludojmë në këtë emër, atëherë duhet të kërkojmë në fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Për me ditë çka do të thonë musliman, fillimisht do të më këshirë të fjalët e Allahut subhanahu wa taala, pasi që ai vetë na ka thujt neve musliman. Edhe kur e marrim edhe shpjetojmë librin e Allahut subhanahu wa taala, e shohim që fjala musliman do të thonë i nënshtruar.
Dikush që i nënshtrohet. Çka nënshtrohet? I nënshtrohet asaj që nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Edhe nëse në njeri nuk e ka këtë nënshtrim në veten e tij, atëherë ai nuk e meriton as mëjen e muslimanit e jo më shumë. Allahu tek ajeti ku na çuiti musliman, çka tha? Tha që pejgamberi të jetë dëshmitar për ju. Atëherë nuk kupton kjo që nëse dojna me ditë hala më mirë, çka nuk kupton kjo fjala, kjo emër musliman, do të më këshir edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën sahabët, çka është musliman? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima min lisanihi, al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tha musliman është ai i cili prej dorës edhe gjuhës së tij janë të sigurt muslimanët. Musliman është ai prej dorës edhe gjuhës së cilit janë të sigurt musliman. Prandaj në kontekstin e këtij hadithit, nëse dëshiron ta dish, a ja jep hakun këtij emrit? A e meriton plotësisht këtë emër? A aludon ti në këtë emër? Atëherë bëja këtë pyetje vetes. A janë të sigurt muslimant nga gjuha edhe dora ime? Pasi që aq sa janë të sigurt muslimant, aq e meritoj të quhem musliman. Kur ti nënshtrosh Allahut dhe nga dora dhe gjuha jote janë të sigurt të tjerët, atëherë hiç pa tregu dhe pa thonë unë jam musliman, e gjithë bota ka me ditë që ti je musliman. Pasi që si thamë, emrat aludojnë në vepra, emrat kanë kuptim. Në moment që ti e mbarë atë kuptim, s'ki nevoj as me shprej emrin, se vetë në kupton e emër e veprave tua. Prandaj kur thu jam musliman, kjo duhet të aludoj në vepër. Prandaj thuj, unë nuk shaj se jam musliman, unë nuk rrej se jam musliman, unë nuk vjedhi se jam musliman, unë nuk të baj punën keq se jam musliman, unë nuk shkaktoj stres se jam musliman. Pasi që muslimani qenë nga aj prej dorës edhe gjuhës të cilit janë të sigurt muslimat. E ketë këto aludojnë në pasiguri, jo në siguri. Ndërsa ka ana tjetër, pyete veten, sa jam musliman kur njerëzit nuk janë të sigurt nga thashethemet edhe nga gibeti janë? Sa jam musliman nëse të tjerët nuk janë të sigurt nga puna jeme? Sa jam musliman kur kojshia nuk është i sigurt nga zaptimi që ka ku mbo? Edhe sa jam musliman kur fëmijët nuk janë sigurt rrugëve nga vozitja eme e veturës. Me këtë nënkupton që çdo vepër sa do që është e vogël, përderisa e cënon sigurinë e muslimanëve, përderisa nuk janë sigurt musliman, atëherë ti e përgjegjsh për këtë vepër, edhe kjo vepër aludon tek emri jot musliman. Sa je musliman kur ti si pazargji e shet senin falc pa i tregue mushterisë që është falc? Sa je musliman kur ai nuk e ka sigurinë se ti i thu ka garancion 5 vjet, ndërsa ajo nuk e çon as 6 muaj? Sa je musliman kur njerëzit nuk e kanë derin sigurt, shkak se ti e ndësh rrugëve vërdallë dhe ja ngacmon vajzat edhe gratë e huaja? Sa je musliman kur vajza jote del e zhveshur edhe e ngacmon edhe e cënon sigurinë e turpit të shoqërisë? Sa je musliman kur ti nuk e ki dert a je të mësu a nuk e të mësu, e nesër bosh doktor, e bosh inxhinier, e cënon sigurinë e shëndetit, sigurinë e ndërtimeve të një popullate komplet. Prandaj vazhdimisht letej se që ky emër musliman, edhe që kjo siguria që e ngërthen në vete, letej se pesha apo ajo peshorja ku na e matna vetën tonë. Pse e tham këtë o vllazni? E tham për një arsye shumë thjeshtë. Edhe pse e lidhi këtë me emër, por nuk e lidhi vetëm me kuptim. Është se kur dalë në nesë para Allahu subhanahu wa ta'ala, aty janë vetëm 2 emra. Nuk ka emra nacionaliteteve, as nuk ka emrat partijave, as nuk ka emrat familjeve, as nuk ka emrat mahallave,
para Allahut janë vetëm dy emra, musliman dhe jo musliman. E ti nëse veprat e tua nuk aludojnë që këtë emër si duhet, çka nuk kupton? Nuk kupton se ti vetëm se ki fillu këtij emrit tan me apo me gum, me fshika pak. E Zoti na rujt që këtë emrin ton kur dalna para atina me na mungu na shkron. Mos më kon komplet musliman, po më kon uliman, musli apo diçka tjetër. Pse? Se vepra jote, që kjo siguria që ka jatë sënon ti besimtarëve të tjerë, ka dal e ban që ke emër me tu fshije. E për këtë ditë na do të mu përgatit që kur dalna para Allahu subhanahu wa taala me pas emrin hakikat musliman, me veprat e tona me dëshmua që une jam musliman, pasi që Allahu në Kur'an po thot: Ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, keni frikë Allahun ashtu siç duhet, dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.